Çdo gishta më kallzon veç kuptimin, son spedimin. Është përdorur prej forcave paramilitare serbe në luftë. A jeni të i paqja tre gishta këtu poshtë? Se unë personalisht nuk po kam zemër me i bë. Ky simbol me shumë popularitet i ka disa kuptime. E na e dim që është përdorur prej forcave paramilitare serbe në luftë. E këtë simbol në një neje të shtrume me raki e mish e ka përdorur edhe ministri aktual për komunitete dhe kthim, njëherë është edhe deputet në Kuvendin e Kosovës, Nenad Rashić. Na kemi marrë këtu para Kuvendit të Kosovës, jo për seancë, por kemi marrë me prit ministrin, edhe me pyet se çka ka dashur me thonë me çdo gishta në çat neje, edhe me më tregu se për çka e ka fshi këtë fotografi. Ministrën jam Leonora që ju kontaktova në Viber. E kemi pasur këtë fotografi. A mundesh më na tregu cili është kuptimi i këtyre gishtave? Të lutem. A ki mundsi? Të fejes. Të fejes? Po. E pse është fshi prej Facebookut atëherë këtë fotografi? Me të vërtet, po konsideroj që keni shumë pyetje më të mira se kjo. A s'u pëlqen pyetja apo mundesh më tregu cili Jo, është kuptimi i nuk që gishtave? shumë më pëlqen, por konsideroj që pyetje Çfarë pyetja? Çdo gishta më kallzon veç kuptimin, son spedimin ministër. A ke mundësi më njoftu? A dini fe? Po? Po. Feja? Gishta është fe. E pse është fshi pra nëse ka të bëjë me fe? Pse është fshi ministër? A mundesh më tregu të lutna? Të lutna, a ke mundësi më tregu? Kaloni mirë, faleminderit.